Para se të ndodhte ngjarja tragjike në Karposh, Endiera Ivana kishte denoncuar në polici për një mosmarrveshje me bashkëshortin dhe më pas e kishte tërhequr kallëzimin. 2 orë më pas, ajo u hodh nga balkoni bashkë me vajzën e saj. Sipas ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovskit, i cili dha detaje të reja për këtë rast, viktima të njëjtën gjë kishte bërë edhe shumë herë të tjera, kishte denoncuar dhunë dhe më pas e kishte tërhequr denoncimin. Ministri citoi procesverbalin e viktimës të bërë ditën e tragjedisë. Пусна наредба од јавниот обвинител, лицето Стојанов. Po citoj, sqaroj se në lidhje me denoncimin e bërë më 2 mars 2026, tërhiqëm nga denoncimi, gjithsesi sqaroj se mes nesh nuk ka pasur kontakt fizik. Bëhet fjalë për një keqkuptim të vogël mes meje dhe bashkëshortit tim, Ivanovski Stojançe, edhe të njëjtin e kemi rregulluar në rrugë paqësore. Nuk kërkoj asnjë procedurë policore dhe veprim të mëtejshëm policor. Sqaroj se rasti nuk duhet të paraqes si dhunë familjare. Çështjet do t'i zgjidh përmes rrugës paqësore dhe do të ndahem. Bashkëshorti i saj Stojançe Jovanovski, që dyshohet se e ka dhunuar vazhdimisht dhe tani është privuar nga liria, sipas njoftimit të policisë, i njëjti ka dosje kriminale. Во декември 25 по лишување од слобода. Në dhjetor 2025, pas privimit nga liria për veprën penale sipas neni 215 të kodit penal për tregtim me drogë, sepse të i njëjti ishin gjetur 20 pako dhe drogë, i njëjti ishte privuar nga liria, paska MPB nisi procedurë të shpejtë dhe ka dorëzuar kallëzim penal ndaj tij te prokurori publik. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski njoftoi se si pjesë e hetimit për tragjedinë në Karposh është siguruar një video incizimi, cili tha ai tregon qartë burrin duke e goditur viktimën. Gjatë vitit 2025-26 ishin evidentuar disa kallëzime për prishje të raporteve të ndërsjellta dhe sulme fizike mes bashkëshortëve, por pas çdo denoncimi, viktima është tërhequr. Të hënën rreth orës 14 u raportua në polici se një grua me vajzën e saj 6 vjeçare kishin rënë nga balkoni një ndërtese. Vëllai të ndjerës Aleksandar Stojanovski vdekjen e së motrës dhe foshnjës së saj e cilësoi si vrasje.